Salam aleikum hoxh, më kap një farë mërzie kur jam vetë. As unë thot nuk e di pse, por vetëm qaj. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Se cili njeri ka momentet e ti të gëzimit edhe momentet e mërzis, ato të stresit, të gajles, të qarave, sidomos kur është njeri vetë fillon me shiku, mi pa pak do gjana pak ma nryshe, me hy ma thellë vetë vetën e vetë. Prandaj, këto momente që i ke ti nuk je i vetmi person, të gjithë kemi momente të tilla. Unë çka këshilloj? Këshilloj që besimtari kur është vetë, mos me qëndru vetë, po me qëndru me Allahun. Përmes duave, përmes namazit, përmes dhikrit, përmes lutjeve. Aman, mos e harroni Zotin. Kur nuk jeni vetë ju. Allahu është gjithmonë me ju sheh, ju dëgjon. U pranon lutjet, u sheh ibadetet, u sheh për kushtimin, për uljen, për kuljen, në nështrimin, sejdët e juja, lotët tuaj, qaj, s'ka problem, mërzitu, për mëkatet, për të kalumen e keqe, por let jetë kjo në favor të tëndin, duke u pendu, duke u përull, asësi duke u stresu, asësi duke dalë në depresion. Habitëm me një besimtari cili e di që e ka Zotin lartë, i cili e beson Allahun, i cili e beson kaderin, beson se çdo gjë është në dorë të Allahut, edhe prapë mërzitet. Jo. Edhe nëse mëkatet tua kanë kaplu, edhe kanë mrinë qiell edhe në tokë, e kanë mbush kretë këtë hapësirë, prapë Zoti është falës më i madh dhe mëshira e tij e te i kalon këto mëkatet tua. Zoti gëzohet kur ti pendohesh, kur ti çan para Allahut, kur ti kthehesh te Zoti. Wallahi me me ditë sa i mëshirshëm, sa i mirë, sa shumë na do Zoti neve, ti nuk do të kishe vend për më mërzit. Pasha Allahin. Kujtoj pejgambert Allahu Gjeleshanu se sa u sprovun kur nuk u dërzun. E problemet e tua dhe të mijat, mërzijat tona, janë shumë të vogla në krahasim me të pejgamberve. 950 vjet Nuhi a.s. ka vujt me popullin e tij. Prap nuk është mërzit. Prap s'është mërzit. E ku janë pejgamber tjerë? Jusufi a.s. najti në burg pa kur farfaji, veç pse ishte i moralshëm. E ku është mërzia jote me të këtyne pejgamberve? Andaj mos u demoralizo.